sepse në këtë fushat ne nuk kemi kundër një parti politike, ne kemi kundër një organizatë të mërshme kriminale që ka pushtuar Shqipërinë në 12 vite dhe që quhet rilindje. Ne kemi përballë narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë, tashmë të faktuar në dokumenta themelore ndërkombëtare. Prandaj kjo fushat është në fakt një fushat shlirimtare për Shqipërinë dhe për Shkodrën. Por mbi të gjitha, kjo fushat është shlirimtare për Shkodrën, sepse po të shohësh sot këtë qytet të bekur, ndjen dhimbje, keqardhje të thellë. Edi Rama, që i premtoi Edelin Shkodrës, u solli Brajat, Bajrot dhe Brajoviçët. Edi Rama i solli qytetit vrasje, shpërthime, atentate, masakra, djemë të ri që vriten, qytetarët pafajshëm që vdesin nga pluma qorë. Shkodra e bukur, Shkodra e kulturës, Shkodra e artit, Shkodra e përjetshme, ushtrua këto kohë si një qytet sicilian i viteve 50. Sepse Edi Rama i ka dhënë fuqi absolute bandave të narkoshtetit, si të vetme mënyrë që ai të sundoj Shkodrën e lirë. Qytetarë dhe qytetare, a nuk ishin autokolonat e blinduara të Bajrove dhe Brajoviçëve, ditën e zgjedhjeve që ushtruan terror mbi qytetin për të vendosur Benet Brajoviçin në Bashkinë e Shkodrës? A nuk ishte masakra e Dobraçit, masakra me egër, ku qytetarët pafajshëm humbën jetën? Pak muaj më parë, përgjakja e Shkodrës nuk është i vetmi krim që Edi Rama ka bërë ndaj qytetit. Përgjakja e Shkodrës është vepër e shëmtuar e të gjithë sistemit që ai vendosi në Shqipëri. Por do t'i them këtu dy fjalë këtij Benet Brajoviçit. Benet e more me autoblindat e Brajoviçëve mandatin e Bardhi Spahiut. E Bardhi Spahiut. Ku je? Por ja ku është sot. Ballar, krenar, dhe me një dallim, qytetar dhe qytetar Shkodrës, dallimi ti është ky. Benet, Bardhi Spahia, u qëndroj besnik qytetarëve Shkodrës, i qëndroj besnik shojt të ti, tjatit të ti, kurse ti Benet, turprove të parë dhe të mram, dhe të garantoj që s'do të gëzosh atë mandat. Ndaj dhe sonte mendo mirë që nesër t'japish dorëheqjen. Se unë, Sali Berisha, do t'i them Shkodrës të gjithë vërtetat që ti ke në shpirtin tënd të zi. Ti e një larë vjedhës kopje e ti. Miqtë e mi,
Edi Rama, Shkodrën, të cilën mendoj ta sundoj me Brajoviçët, e ignoroi. 12 vite. Shkodra dhe gjithë qarqet e Veriut kanë patur investime absolutisht as sa një qyteti mesëm në zonat tjera. Kur ndonjëherë nuk ka patur një pushtues të diskriminoj Shkodrën dhe Veriun, siç ka diskriminuar Edi Rama. 12 vite, familjet shkodrane janë varfruar në ekstrem. Shkodra është qyteti më i madh, më i zbrazur i Shqipërisë. As artin nuk e kursej. Jo më larg se dje larguan nga puna drejtorin artistik të orkestrës simfonike të Shkodrës vetëm për arsye politike.